E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të folur pak mbi Adionin edhe Fabiolën. Edhe pse në fakt ishin dy dalje shumë të tmerrshme nga ferma VIP që në asnjë mënyrë nuk uroj që një banor të largohet nga shtëpia në atë formë sepse të qenurit aty brenda është një sfidë me veten, të qenurit aty brenda ti dëshiron të tregosh vlerat e tua dhe në momentin që ty të del nga kontrolli gjëja, atëherë dëshpërimi është shumë i madh që mund të arrish deri në depresion. Por siç duket Adioni dhe Ola ditën ta vetë kontrollojnë emocionin e tyre, ditën të bëjnë menaxhimin e emocionit dhe përzgjodhen në rrugën më të shpejtë, më të shkurtër, e cila është dashuria për veten. Në fund të ditës, pas çdo sfide të vështirë, rëndësi ka që ne ta duam veten tonë, rëndësi ka që ne ta respektojmë veten tonë. Sipas traditës shqiptare, ashtu siç Ola e ka familjen e saj, Adioni dhe Ola përzgjodhen që t'i japin fund marrëdhënies së dashurisë, ta kurorzojnë atë me fejesë, të jetë dita e tyre e fejesës. Një ditë e bukur, një ditë me plot adrenalin, babai Adionit takon babain e Olës, takohen në fshatin ku jeton Ola, në Malësi të Madhe, kënaqen, argëtohen dhe e bëjnë traditën. Dhe Ola, si një nuse tipike shqiptare, shkon në Gjakov. Atje ku siç duket ka një dashuri të jashtëzakonshme nga vjera e saj. Unë e kam thënë fatkeqësisht, edhe gjatë kohës kur Adioni ishte brenda në fermë, që Adioni u ndikua sepse familja e Adionit dhe unë gjakovarët i njoh. Gjakovarët janë njerëz zemër shumë bujar, janë shumë shqiptar dhe tek ato nuk ekziston e keqja, tek ato nuk ekziston mosmikpritja. Dhe në këtë rast, familja e Adionit, që në këtë pikë ishte mamaja e tij babai, siç duket e duan jashtëzakonisht shumë nusen e tyre Olën, edhe Kunata, që çuditërisht Kunata e ka dashur që ndasëm sepse i ka dhënë shumë dashuri, ku e kanë pritur me shumë emocion dhe me shumë qef. Ola këtë momentin e ka postuar në Instagramin e saj duke dhënë kafe. Nuk është kjo nusja që ne jemi mësuar të shohim, këtë nuse që kapin tabakan e grisin kafet, i çoja shumë me avash i çoj 2 kafe, por unë mendoj që do mësohet. Por në këtë video dhe në këtë mesë nuk më intereson shumë mënyra se si e ka dhënë kafen, por më intereson dashuria që kjo familje jep për Olën. Duke që e kanë pritur me shumë qef, duke që e kanë pritur me shumë kënaqësi, duke që i kanë dhuruar emocion të mirë dhe ndjehen krenar që kanë në jetën e tyre një nuse si Ola. Si e komentoni këtë fejesë?